Unë nënshkrua marrëveshje për hapjen e laboratorit të biologjisë molekulare ku do të kryen analiza për pacientët me sëmundje onkologjike. Marrëveshjen e nënshkruan drejtori i Fondit Shëndetësor Sasho Klekovski dhe dekani i Fakultetit të Shkencave Natyrore dhe Matematikës të Universitetit Shën Kirili dhe Metodi Davorin Tërbevski. Klekovski gjithashtu njoftoi futjen e diagnostikimit gjenetik para implantimit PGD, një analizë që deri tani nuk është kryer në vend. Kjo analizë do të përdoret në procedurat in vitro për të përcaktuar nëse embrioni është i shëndetshëm para se të fillojë procesi i in vitros. Се зголемуваш успешноста на бременноста. Колку е ембрионот поздрав, успешноста на инвитрото е зголемена. Во моментот тоа не се работи во Македонија, мислам се работи во некои соседни земји, земајќи во предвид зголемената потреба од инвитро. Секако сакаме да мислиме и на зголемената успешност на инвитро обидите. Знаете дека ги зголемивме на 6 обиди на сметка на фондот. Сега сакаме да додадеме услуги кои ќе зголемат и успешноста на инвитрото во смисла на родени здрави деца. Dekani i Fakultetit të Shkencave Natyrore dhe Matematikës Davorin Tërbevski tha se për herë të parë në fakultet do të kryen edhe aktivitete shëndetësore. За прв пат во својата историја, во своето 80-годишно постоење, покрај научната и образовната дејност која што ја обавува, од денеска, од наредниот период, започнува да обавува и здравствена дејност. Laboratori pritet të fillojë punën menjëherë pas përfundimit të përgatitjeve teknike dhe prokurimit të materialeve të nevojshme.